Dhe ne kemi nisur nga puna, se u rikthyet në pjesën e dytë të gatimit, jam me një mikesh të Reze Dielli, ajo është arkitekte e brendshme dhe piktore Anila Hetoja, që përveç se ka pasionet të tjera, edhe gatimi mbetet ndër pasionet. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, kënaqësi që je këtu. Unë jam këtu si në shtëpinë time, edhe sot do gatuem një recetë që unë e gatuaj shpesh në shtëpi, sidomos kur kthehem nga puna, që jam e lodhur edhe nuk kam kohë shumë për të pjekur apo për të skuqur, bëj diçka të shpejtë që është dietike, dhe kemi edhe kunguj që janë të stinës, dhe do përgatisim një lakror. Në Shkodrani i themi laknor, kështu që si të doni. Laknori Shkodrani. Shiko, di që në ndodhi dje, ta tregojmë një moment të bukur. Kur kemi folur në telefon me Anilën se çfarë do gatuaj, ishte në tregun e fruta perime, po bënte këto pazaret, dhe po më shpjegonte, do bëj një lakror që është pa pet, po është me kunguj, ka oriz brenda, edhe gatuajmë ne nga Shkodra, dhe po më shpjegonte se si gatuaj që edhe unë të isha brenda recetës, pse jo dhe ta përgatisja në shtëpi. Dhe do ta përshëndes zonjën që të ka dëgjuar në komunikim, dhe se është duke na ndjekur, nuk i di mas emrin, por ja kërkoj dhe recetën edhe zonja të tjera që ishin në pazar. Ishte gjë shumë e bukur dhe shumë spontane në fakt, dhe madje po më thoni, a mund na japësh të recetë? Edhe i thash, po tjetër, nesër në mëngjes në ndiqni live të Niki, tek Report TV dhe të Reze Dielli, hajde të gatuajmë bashkë. Edhe ja ku jemi tani gati për të nisur me përgatitjen e lakrorit, laknurit Shkodran me kunguj të njomt. Kjo është receta që gjysha ime përgatiste shpejt kur ishim ne fëmijë, shkonim në drek dhe ajo përgatiste për ne. Çfarë na duhet për këtë recetë? E shohim së bashku të shkruar lakrorin me kunguj pa pet, që do të përgatisim tani në këto çaste. 1 kilogram kunguj, kjo varet, sasit janë gjithmonë në varësi të numrit të anëtarëve që kemi në familjeve, atavës që do të përgatisim. Kunguj të njomt, 1 gotë miell, 1 gotë oriz 4 vezë, 200 ml pana ose ajk, kajmak, erëza të ndryshme, krip, piper, gjalp dhe vaj ulliri. Tani, fillojmë me procesin. Kemi marrë kungujt, pasi janë larë, janë fshirë, dhe fillojmë dhe i grim në rende. Pas ka goxha kunguj në... Po dhe që nga shumë të mirë, si kunguj, është stina e tyre, le të themi. Tani fruta perimet kemi. Unë gjithmonë preferoj që të gatuaj me perimet, zarzavatet e stinës. Dhe ka receta plot, ne ju ndjekim çdo ditë, juve me Albanën, kështu që kemi receta plot të gjynat që ajemi sot. Që mos kemi se çfarë gatuajmë, me vërtet. Mjafton të hedhësh një sy te tregu i fruta perimeve që ke afër dhe aty frymëzohesh. Dhe kompozimi, çdo gjë është kompozim. Ka raste që nuk kam kohë as të dal për pazar, të vije lodhur në punë, nga puna, dhe gjëja e parë që bëj, hap frigoriferin, çfarë mund të sajoj. Për të ricikluar nga produktet që janë. Mjafton të kemi pak djath, ndonjë zarzavat, dhe fillon dhe krijon. Po. Tani këto kungujt, a lëshojnë dhe atë lëngun e tyre? Këto lëshojnë zakonisht lëngun, dhe kjo është arsyeja që unë kam duat përdorë në këtë recetë orizin, miell dhe vezët që të mpikset. Është shumë e shijshme edhe shumë dietike, sepse ato kanë vlerat e tyre. Nuk është se ka shumë lëngje kjo, dhe këto nuk është se do i hedh ujë apo diçka, kështu që me lëngun e vet që lëshojnë kungujt, do vazhdojmë procedurën. Mendoj që jemi okay për tani. I largojmë pjesët që kanë mbetur. Vendosim edhe këto. Pra kemi gryrë në rende kungujt jeshil. Ja ku i kemi edhe. Që edhe këto i kemi dy llojesh. Me ngjyrën më të errët dhe me ngjyrën tjetër jeshile në mente në ngjyrë më të hapur. Të dyja bëjmë punë, kështu që si njëra si tjetra janë okay për këtë recetë. Do vendosim pak orizin në ujë, Niki, ndërkohë që përgatisim. Ta vendos ujë të nxehtë që të zbutet pak orizi, e shpëlajmë pak. Ndërkohë kemi vezët. Një vezë unë gjithmonë e ruaj në fund për të bërë këtë pjesën korën lart. Ujë të nxehtë dhe shifeni se si merr direkt ngjyrën e bardhë. Ta vendosim këtu. Këtë do ta ruaj në fund për të bërë shtresën përfundimtare. Ja ku jemi këtu. Është shumë e thjeshtë si recetë. Shtojmë aty direkt në tavë, i përziejmë aty ku do piqet. Siç dim, kungulli përmban vitaminën A, e cila është shumë e nevojshme, shumë e mirë për sy. Ju ja këshillojmë fëmijëve të vegjël për në supra të ndryshme. Për moshat e mëdha është shumë e mirë për tensionin, për dietën. Hidratuese është, sepse ka dhe ujë në 80% të trupit të vet. Dhe është dietike, është e shëndetshme, pse mos ta përdorim? Absolutisht. Pra, krip, piper, erza janë gjithmonë sipas dëshirës. Se ka njerëz që nuk e duan piperin për shembull,
po kjo e bën shumë më të shijshëm. Edhe kungujt, kemi disa kunguj, tipe kungujsh, këto jeshilët në fakt janë shumë të mira edhe për qofte, sepse nuk lëshojnë shumë lëngë. Për salata gjithashtu, kur i presim shumë kollë fare. Po, edhe ashtu mund ta bëjmë, marinohen. Pa u gatuar. Patjetër. Në marinim janë shumë të shijshme, kungujt mund t'i gatuajmë në lloje të ndryshme. Unë kam shumë receta për kungullin, që i kam mësuar edhe vetvetiu me të thënë drejtën, se s'duam, tani kur je familjare, normal që do gatuash dhe eksperienca bën të vetën. Plus që unë kam shumë pasion. Kreative gjithashtu, se të kam parë që edhe tek poston gatime të ndryshme, nuk do të pafutur edhe anën artistike tënde, duke i pikturuar ato pjatat, sa të bukura që i bën. Aty kemi pak pana. Ai ka gjithmonë. Është shumë e rëndësishme, e bën me kremoze po, por jep një shije të veçantë. Gjalpi gjithashtu, dhe aroma që del gjatë kohës që është duke u përgatitur, ç'të të them Niki. Por do ta provojmë sot step by step, hap pas hapi, dhe duket shumë interesante në dhe shumë e thjeshtë. Përgatitje. Është shumë e thjeshtë. Këtë mund ta bëjnë edhe gocat e reja që janë duke mësuar për të gatuar, se në radhë parë, se jo edhe djemt, që të bëjnë diçka të shpejt gjatë kohës. Ta pulloj ato orizit tani, besoj. Nëse mundeni, po, ndryshe do ta marr me luk. Po, ju falenderoj. Në kështu. Hedhim edhe pak ajk. Sepse duke u zbutur dhe duke u shpëlar, japim... Unë kripen e kam qef. Fakt mirë nuk është me e përdor shumë, po më pëlqen në gjellë. Dhe kripa është sipas dëshirës. Nëse nuk e gjendje të caktuara, shëndetësore, mund ta përdorësh. Se mos. Mund ta përdorësh. Ka raste, për shembull në shumë raste, përdoret edhe pak sheqer. Thjesht sa për t'i dhënë një ëmbëlsirë, le të themi. E prekim, bëjmë një lloj reaksioni. Aty ku ka krip, ka dhe pak një maj, 2 kopra sheqeri. Përdorim një nga llojet që Scott përmes teutës na vën në dispozicion për përgatitjen e recetave tona. Pra, mund të zgjedhim arborion, mund të zgjedhim karnarolin, çfarë do lloj, orizin e teutës, goldin gjithashtu. Pra është një recetë që ka praninë e orizit, por nuk është se ka të përcaktuar llojin apo varietetin e orizit. Mund të hedhim pak edhe vaj ulliri ose edhe vajin që kemi sot. Kemi të dyja llojet, si të duash vetë. Unë do të përdor vaj ulliri sot. Po. Duke qenë se po e marrim është më, le të themi, më healthy, ndërsa kur dua të skuq diçka, sigurisht që përdor vajin që kemi sot këtu dhe që është ndër më të mirët me të thënë drejtën, dhe unë e përdor shumë. Por në fakt, jo vetëm për skuqje, edhe për sallatat, vitamina E ose gatime të ndryshme. Ajo është varet nga preferencat. Vajin e ullërit për shembull nuk e përdor për skuqje, sepse të gjitha vlerat ushqyese mbarojnë aty. Po, e vërtet digjen. Po ashtu edhe për ëmbëlsirat. E rëndon vaji ullërit një ëmbëlsirë, një kep, një vaj bimor, rastësisht më i mirë. Tani le të shtrojmë. Nuk e di nëse kemi ndonjë furç apo do përdorim duar ose qyshe dikur me një letër. Me një letër i përgatisnin dikur nëse do ta, nëse nuk e gjej do tani. Nuk ka problem, do përdor një letër, nuk është problem fare. Ju falenderoj. Kemi praktike gjëra se do jemi si në shtëpi, në kuzhinën e shtëpisë, me sirtar, me dollap. Tani do ta shtrojmë nusja e shtëpisë, normal që ca gjëra i dini. Neve vim njëherë kaq kohë. Ajo që edhe brenda shtëpisë kur dikush e merr stafetën që nuk e ka marrë deri ku vendosen enët e kuzhinës, na ndodh që kam dëgjuar një shprehje të bukur. Është vendosur? Po, për nusët e Korçës, që është 2 gra nuk duhet nusërojnë në kuzhinë. Pra, o njëra o tjetër, o vjera o nusja. 2 një koshire s'ka. S'ka tashi. Bëhet shumë perfekte gjëja. Por, sa dorojmë, do mësojmë. Atjerë. Shkës edhe juve nga Shkodra nuk keni keq me pjesën. Ashtu jemi edhe neve. Ashtu jemi edhe neve. Imagjino për shembull një nuse shkodrane ose korçare me një vjerë shkodrane ose korçare. Po shumë mirë, do shkonin, s'ka më mirë, shumë nuse nga Korça, janë nuse në Shkodër, më bukur s'ka. Serenadat e Korçës. Një marrëdhënie shumë të mirë, Korça me kemi lidhje me artin, si lidhje me artin, si djep të kulturës që janë të dyja, dhe gjithmonë kam patur një kombinim shumë të mirë mes ndërbreza dhe mes artistëve, edhe pse jo dhe ata që lidhin jetën me tyre, po, e vërtet. Ja, shikon, Niki, këtu madje kemi edhe për dy tava.
Mund ta bëjmë, se është gjunaf ta lëmë edhe këtë, por do të vendosim në tuti. Po mund ta pjekim gati siç është. Po mund ta pjekim, patjetër, nuk është ndonjë problem i madh. Unë mund të sajoj këtë për shembull që ngeli tani. Po të kem pak miell misri, mund ta bashkoj edhe bëj disa qofte që i krijojmë direkt në moment. Më pëlqejnë këto sfida dhe këto. Po patjetër, sepse unë asnjë gjë nuk lë recetat ricikluese që vijnë po nga njëra tek tjetra. Sepse është gjuna përse ta lëm. Tani mund ta përcim të marrim një tas tjetër. Ka problem se e kam këtu live direkt. Nuk është problem Niki. Falenderoj. Me një piru. Po. Mund të përzihet, është kjo shtresa e sipër me që i vendosë stavës. Një shtres sipër që të krijoj atë korën. Edhe më pëlqen se është bëhet kërce pastaj. Do pak kripa jo besoj. Ja, edhim tani, edhe pak piper në fund fare, shumë pak. Ta vendosim edhe këtë. Nuk është problem fare. Ja. Piperi dhe kripa. Shiko sa shpejt që është. Një laknur. Dhe një laknur shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. Unë do t'i hedh shpejt sot, sepse nuk e duhen shumë produkte, kunguj, pak oriz, pak miell, qumësh, ajk, krip, piper, koper, majdanos, çfarë të doni edhe për ta dekoruar pak, për t'i dhënë një freski, një aromë të mirë, livadi, themi ne nga bimët aromatike. Dhe pse jo, pakës gjalp për t'i dhënë atë aromën e mirë. Shumë pak gjalp për të qëndruar e butë, se shkëlqen ajo veza në fund. Jep atë shkëlqimin. Për atë po e bëjmë, edhe e shishme është, përse jo. Dhe shumë e thjesht Niki, nuk do fare, nuk të merë kohë hiç, kur i themi neve. Shumë e thjesht. Ja ku jemi këtu. E vendosim nuk ka shumë gjalp, këtu do t'ja hedh kësaj këtu dhe. Unë po e vendos direkt që të përfitojmë nga koha, sepse edhe minutat bëjnë të vetë, se kemi një recet për mëngjesin, çfarë avo. Ishte avo dhe ma. Po, se ishte fërë. Atjerë. Ka ndodhur në një kështu? Po, më ka ndodhur shpesh herë. Furra, shpesh herë më ka ndodhur. Ma dje kur përdor syzet, sepse kur jam duke në shtëpi, jam duke studiuar, apo kam punë në kompjuter edhe haroj që të heq syzet, dhe ato syzet e mia që vishen komplet, që me zi shikon. Ndodhin.